Fermerët do të kenë mundësinë që të përfitojnë financim nga qeveria në vlerën 100 milion euro në vit. Në programin 4 vjeçar të qeverisë, thuhet se sa i takon sektorit bujqësor, do të ofrohet mbështetje direkte dhe investime me rreth 100 milion euro në vit sipas praktikave të kap, kondicionalitetit për mjedisin, higjienën, gjurmueshmërinë dhe mirëqenien e kafshëve. Pra e thënë ndryshe do të ketë një rritje të ndjeshme të financimit, i cili vitet e fundit ka qenë në nivelin e 32 milion euro në vit, ndërsa ekspertët kanë kërkuar vazhdimisht rritje të fondeve. Nga këto fonde parashikohet të jenë 150.000 fermerë përfitues të regjistruar në shkallë vendi. Themelet mbi të cilat ndërtohet kap, një politikë e përbashkët për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, është që të mbështesë fermerët e të përmirësojë prodhimin bujqësor, duke siguruar një furnizim të qëndrueshëm me ushqim të përballueshëm, të mbrojë fermerët që të kenë një jetesë të arsyeshme, të ndihmojë kundrejt ndryshimeve klimatike dhe për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve natyrore, të ruajë zonat rurale dhe peizazhin në të gjithë Shqipërinë dhe të ruajë ekonominë rurale të gjallë, duke promovuar punë në fermë, industritë agropërpunuese dhe sektorët e lidhur me të. Shqipëria aktualisht ka si objektive plan madhor që përmes mbështetjes së dhënë në sektor të arrijë një eksport prodhimesh bujqësore prej 1 miliard euro. Objektivat të tjera janë pikat e grumbullimit dhe rritja e madhësisë së fermave. Aktualisht janë të hapura 3 instrumente financimi nga të cilat mund të përfitojnë fermerët, agropërpunuesit dhe sipërmarrësit në fushën e agroturizmit. Skema kombëtare e investimeve 2025, ku në tërësi fermerët përfitojnë 50% grant nga buxheti i shtetit dhe paguajnë vetëm 50% të investimit. Instrumenti i garancisë sovrane me një fond total prej 30 milion eurosh parashikon mbulimin deri në 70% të principalit të kredisë, si dhe linja e kredisë së butë me një fond të dedikuar prej 250 milion eurosh, që synon të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në bujqësi dhe agroturizëm. Ndërsa skema e mbështetjes kombëtare